Shumë familje në Prishtinë vazhdojnë të përballen me gjendje të rënë sociale dhe me mungesë së strehimit. Për këtë kategori, Komuna e Prishtinës pati ndërtuar disa banesa sociale në lagjin Hajvalia të Prishtinës. Mirëpo askush nga ta ende nuk ka arritur të sistemohet në to. E gjithë kjo për arsye se këto objekte ende nuk janë lëshuar në funksion. Qamil Gashi, banor në lagjin Hajvalia, ka thënë se nuk është e drejtë që banesat të rimbosh dhe mos të shfrytëzohen nga familjet me nevojë, ku shumica prej tyre s'kan shtëpi. Mirëpo Qamili nuk është banori vetëm në atë lagje që mendon kështu, që po bëhet e padrejtë për shumë familje. Mirëpo nuk kanë dashur që të flasin para kamerës. Mendimi për këtë banesa nuk është më disa se këto janë marrë që 2 vjet, po sa janë funksionale, pse nuk funksionojnë? Megjithëse ka familje në vetare shumë, se na që dim gjendjen në Kosovë, për ditë dalin familje dy kajt që s'kan banesa, s'kan vend banim për strehem. Po mendojnë Komunën e Prishtinës të ndërtu për ato familje, sa e diune për familje dëshmore dhe familje sociale, 50 ose 50. Pse nuk shfrytëzohen, arsyeja nuk e di pse. Unë jam një qytetar i Hajvalijës, këtu banoj që Hajvali thuaj që më rri. Po se ekziston arsyeja problemja me prona qysh është, të nuk më di. Dërsa për banesat sociale, Komuna e Prishtinës nuk ka qenë e gatshme të flasë me gjithë insistimin e Tribuna Channel. Televizioni ka pritur 3 ditë rallëzi, por zyrtarët komunal nuk kanë shprehur gatishmëri për të folur. Njëjtë edhe në Ministrinë e Punës dhe Mirëqendjes Sociale nuk kanë dashur të flasin rreth kësaj çështjeje.